saj kam kënaqësinë që sot të zhvilloj një bisedë me zotin Kastriot Çipi. Zoti Çipi, përshëndetje dhe faleminderit shumë. Përshëndetje. Zoti Çipi, deri kur do ta presim dorëheqjen e Ramës? Varet nga strategjia që ndjekim. Nëse do të vazhdohet me këtë strategji, pra vetëm me protesta në rrugë, besoj që do ta presim shumë gjatë, do të presim në fakt vdekjen natyrore të Ramës, jo dorëheqjen e Ramës. Rama nuk jep dorëheqjen me protesta. Asnjë diktator që nuk ka ardhur në pushtet me votë të lirë të ndershme, nuk jep dorëheqjen nga protestat. Po protesta deri tani këto 30 ditë, ku ka gabuar në gjykimin tuaj? Nuk është se ka gabuar protesta, kanë gabuar të gjithë qytetarët shqiptarë që kanë një nivel arsimor, të themi, mbi mesataren, sepse nuk pëlqej të përdor termin intelektual, është një term i abuzuar shumë. Pra, të gjithë njerëzit që kanë një arsim mbi mesataren, që kanë një botkuptim, një aftësi analitike mbi mesataren, kanë gabuar duke mos u organizuar për të propozuar një alternativë të re politike ndaj sistemit. Keni parasysh që protesta pretendon ndryshimin e sistemit politik në Shqipëri, jo thjesht rotacion udhëheqësish politik. Madje, një nga gjërat më interesante të kësaj proteste është që qysh ditën e parë është thirrur Rama në burg, Berisha në burg, e cila është një thirrje emocionale, natyrisht nuk është një projekt politik. Njerëzit nuk shkojnë në burg sepse të rreth turma në shesh për të çuar në burg. Rama është një qëndrim i qartë refuzues ndaj gjithë klasës politike. Kur ti nuk pranon as liderin e qeverisë, udhëheqësin e qeverisë, më fal sekretore, fjalë të huaj, as udhëheqësin e opozitës, do të thotë që ti refuzon sistemin në tërësi. Dhe kjo sigurisht është shumë pozitive. Tani që kjo të ndodh, ti duhet ta propozosh këtë sistem. Nuk mund ta refuzosh sistemin, do të kërkosh nga sistemi që vetë rinovohet, që të vetë rregullohet. A ka brum kjo protestë, ky grup koordinues që doli dhe lista pak ditë më parë që u drejtua dhe ambasadave me një letër? Ju shikoni aty brum apo është ajo që tha që niveli mesatar i popullit dhe elita intelektuale duket sikur ka qëndruar pak larg mikrofonit aty? E kanë mbështetur në distancë. Po, kjo është e vërtet, po edhe nuk është ndonjë problem i madh ky. Shiko, të gjitha ata djemt dhe vajzat që e kanë nisur këtë protestë meritojnë një falënderim sinqert nga të gjithë ne. Sikur asgjë mos kanë bërë një gjë që ne nuk e kemi bërë. Nuk e kemi bërë në thirrje njerëzve të dalin në shesh, e kanë bërë ata, kanë sakrifikuar kohën e tyre, paratë e tyre, orët e tyre të munguara në familje, pse jo edhe vuajtjet fizike, qëndrimin me orë të gjata apo marshimet në pikë të vapës. Pra, ai grup, pavarësisht 1000 gabimeve që mund këtë bërë, meriton vetëm falënderime dhe respekt dhe mirënjohje. Unë nuk e kam pak kënaqësi ndaj tyre. Ata po mundohen të jetë demokratik, të kenë në balancë interesin e gjithë sekujt për të spikatur, për të folur, po edhe ruajtjen e një farë koherence para ndalimin e disa ekstremeve që mund t'i bëjnë dëm protestes, sepse mund të largojnë kategoritë caktuara qytetarësh, pjesëmarrësish. Unë pak kënaqësinë e kam me lejoni ta fuz veten te ky grup i njerëzve pa modesti mbi mesataren e popullatës për sa i përket nivelit arsimor dhe aftësisë për të gjykuar, për të kuptuar politikën. Pra, me njerëzit si unë jam i pakënaqur, sepse ne gjatë këtyre 30 në mos edhe gjatë 10-12 viteve të fundit, duhet kishim qenë të zot të bëheshim bashkë për të propozuar zgjidhje imediate dhe zgjidhje afatgjate të problemeve. Se disa gjëra janë imediate, ama disa gjëra kërkojnë zgjidhje të menduara mirë që të vlen për një kohë gjatë. Pse nuk e kemi bërë ne këtë? Mbase sepse shqiptarët janë një kombë individualist, siç na e kanë vënë në dukje edhe historianët dhe kronikanët e huaj. Sepse merremi me anën e jashtme të problemit apo të personit, po jo me thelbin. Shkurt, kemi prirjen të gjejmë gjërat që na ndajnë nga njëri tjetri, po jo gjërat që na bashkojnë. Përpara se ju të më thrisin për të mesazherin, jo mesazhin. Po,
e thënë ndryshe po. Përpara se ju të më bëni thirrjen për të filluar këtë bisedë, unë po lexoja më në fund e gjeta, dhe jam shumë i lumtur që e kam gjetur. Falenderoj Florian Haçkajn për këtë, zërin e shquar të diasporës për Shqipërinë, i cili më dërgoi kopjen në shqip të Kushtetutës së Zvicrës. Që ju e keni artikuluar shpesh si model që ne duhet ta marrim edhe këtu me këtë që quhet pra për themelet e Shqipërisë së Re. Absolutisht po. Përpara se dikush të thotë që ne nuk kemi Zvicër, Zvicra është vend specifik, ata janë marsian, nuk i përkasin kësaj galaktike e marrëzira të tilla, unë do të thoja, unë do ta bëj gati për publikim shumë shpejt në Facebook atë kapitull, pra kapitullin e dytë që bën fjalë për referendumet dhe për nismat ligjvënëse qytetare apo popullore, më saktë. Edhe qytetar është termi abuzuar. Fshatari është po aq i njëri dhe mund të jetë edhe po aq inteligjent sa unë të jetoj në qytet. Pra po thoja kapitulli i dytë për nismat popullore dhe referendumet, nëse do të miratohej, siç është me pak përshtatje për efekt të diferencave demografike dhe strukturore që ka Zvicra dhe Shqipëria, sepse Zvicra është një vend federal, Shqipëria është një vend unitar, dhe sepse Zvicra ka diçka si 8.5 milion banor, Shqipëria ka diçka si 2.6 milion banor. Pra vetëm të bëjmë rregullin e treshit, që përkthehet nëse në Zvicër duhen 100.000 firma për të nisur një referendum për kushtetutën, në Shqipëri do duhet të kishin vlerë 25.000 firma. Nëse Shqipëria do ta kishte këtë kapitull, vetëm këtë kapitull, 4 nene gjithsej të kushtetutës zvicerane, ne sot nuk do të ishim në shesh duke protestuar. Sepse nuk do të kishim arsye për të protestuar. Do të kishim arsye për të nisur referendum, për të kërkuar bie fjala kufizimin e mandateve, që është një nga kërkesat e sheshit. Pra që kryeministri të mos rrinë detyrë më shumë se 2 mandate, apo 8 vjet. Për ta bërë këtë gjë, nuk ke nevojë të dalësh në protestë. Nëse e ke kushtetutë, siç e ka Zvicra, prandaj s'ka protesta në Zvicër. Se kur njerëzit janë të pakënaqur, unë shkruaj një propozim ligjor, mbledhin firmat, bindin shumicën edhe e zgjidhin problemin. Dhe nëse njerëzit do të lexojnë këto 4 kapituj, që janë ju shumë e thjesht mund të kuptoj kushdo, nuk ka nevojë të jesh jurist për t'i kuptuar. Janë shkruar jashtëzakonisht thjesht. Nëse do t'i lexojnë, do të shohin se, për shembull, një fakt shumë interesant, që parlamenti zviceran nuk ka të drejtë t'i kundërshtojë nismat, qoftë nismat kushtetuese, qoftë nismat ligjore të qytetarëve. Madje edhe në rastin kur parlamenti mendon se amendamenti i propozuar është i papërshtatshëm, bie ndesh me nenet kushtetutës, apo do të krijonte çfarë do lloj problemi, edhe kur parlamenti pra shprehet në mënyrë negative ndaj propozimit, nuk ka të drejtë ta ndalojë të ndodhë referendumin. Kurse në Shqipëri duhet kalosh nëpër një piramidë të tërë instancash dhe në fund edhe gjykata kushtetuese, që t'jep ose jo të drejtën të bësh një referendum. Sepse ka të drejtë gjykata kushtetuese ta shpallë referendum.